Në prag të festës së vitit të ri, në shtëpita në mban vendit ka nisur përgatitja për sofrën festive. Qytetarët e blejnë ushqime dhe përgatiten të gatuajnë ushqime tradicionale që nuk mungojnë për vitin e ri. Mevce malce ako ima ќе pečeme, malce kiflički ќе si направиме, погаче ќе си месиме. За Божик, сарма, риба, тиква, такви работи се постават. За Нова година? За Нова година нешто слично, само со месо, месничко. Месо печено, тиква, како се вика, сарма и така. Руска салата, некоја друга, некоја мадалашка ми кажа да правам и така. Shitësi Branko Bakargjeve thotë se vitet e kaluara qytetarët kanë blerë produkte të ndryshme dhe janë përgatitur për festat, por këtë vit është ndryshe. Kupuan mesite e mesi, sve što im treba za Nova godina. Kjeblički, ruska salata, se primjer gledam svega, kako bi kad krstavicite, maruli, ne znam, tikpički, sve do toga spremat za Nova godina. Kavi se lugjet? Ova godina gi nema. Pjesë e festës janë edhe ëmbëlsirat e ndryshme.